Diplomacia ndërkombëtare po hyn në një fazë të re. I dërguari i Donald Trump, Steve Witkoff, pritet të takohet me presidentin rus Vladimir Putin në Moskë, teksa përpjekjet për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë po intensifikohen. Zyrtarët nga Washingtoni thonë se janë shumë optimist pas takimeve të fundit me përfaqësues të Ukrainës. Por rruga drejt një marrëveshje mbetet e vështirë. Dy pikat kyçe të ngërçit janë kontrolli i territoreve të pushtuara dhe garancitë e sigurisë për Kievin pas luftës. Putin ka sinjalizuar se do t'i ndalonte luftimet, vetëm nëse Ukraina tërhiqet nga 4 rajonet e aneksuara ilegalisht në vitin 2022. Por presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky e ka bërë të qartë se dorëzimi i territoreve nuk është opsion. Ndërkohë, Evropa po përballet me një val tensioni mes ndërhyrjeve të përsëritura në hapësirën ajrore të saj, nga dron dhe aeroplan rus, dhe një oficer i lartë ushtarak i NATO-s shkoi aq larg sa tha se Aleanca mund ta konsideronte një sulm parandalues kundër Rusisë si një veprim mbrojtjes. Për të mësuar më shumë rreth zhvillimeve të fundit në botë, lexojeni telegrafi.com.